Kryetar, çfarë të veçantë ka fshati Qytezë? Qyteza është nga fshatat më të bukur të Devollit Sipëm, ndryshe quhet fshati i intelektualëve të Shqipërisë, fshati i një pleade me mësuesish të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në mësimdhënie në gjithë Republikën e Shqipërisë, por është fshati dhe i prarjes së shumë artistëve si vendas, por edhe në arenë ndërkombëtare, ku në ta do përmendim edhe vëllezërit Belushi, të cilët rrejtë e tyre janë tek ky fshat. Dhe patjetër që ata e kanë vizituar më shumë se një herë këtë fshat dhe e kanë në vëmendjen e tyre. Ka shumë që mund të kenë ikur nga Qyteza, kanë emigruar jashtë, por sërish nuk e harojnë vendlindjen e tyre. Ju nga ana tjetër si bashki, çfarë keni bërë për këtë fshat? Bashkia dhe qeveria shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit kanë ndryrë në infrastrukturën e brendshme, por edhe atë lidhëse me rrugën nacionale Miras-Arz dhe ka bërë të mundur në rregullimin e infrastrukturës të këtij fshati. Çdo gjë në fshat ka pësuar ndërhyrje, si nga ana arkitekturale, por edhe nga ana infrastrukturore. Duke mbajtur duket edhe atë traditën e vjetër, me gurë, me dru. Tipike për gjithë fshatat e Devollit është ndërtimi me gurë dhe nuk besoj se kjo zonë do pranojë lloje të tjera ndërtimesh. Me çfarë merren banorët që janë tashmë në Qytezë? Banorët që janë në Qytezë janë banorë të cilët ose janë larguar dhe rikthehen në fshat, por më tepër ky fshat është i apasionuar pas turizmit dhe pas turizm natyror. Kemi shumë vizitorë të cilët kanë jo vetëm qytetarë të larguar, por edhe të tjerë të cilët dëshirojnë të ndërtojnë këtu shtëpitë e veta për ditët e pushimeve të tyre. Për t'u rikthyer, mbase në periudhë vera apo vinë edhe për festa? Jo, vizitorët janë pothuajse gjatë gjithë vitit, janë gjithë vjetor dhe besoj që kjo e bën atë më të rejtë, sepasi çdo stin ka të veçantën e vet në këtë fshat, është një nga fshatat më të çrrodhës të Shqipërisë.